Rikrijimi i gomarëve të vjetër, revolucioni i Diodyne Solutions në prodhimin e energjisë. Imagjinoni një botë ku gomarët e hedhur, të mbuluar me pluhur, shndërrohen në karburantin që fuqizon avionet që fluturojnë në qiell ose kamionet që lëvizin në autostrada. Duket si një faqe nga një roman fantastiko shkencor. Ky tregim po kërcen nga faqet në realitet fal Diodyne Solutions dhe iniciativës së tyre pioniere Gomat në energji. Le të ecim në botën e transformimit të gomave dhe të zbulojmë përfitimet e shumta të saj. 1. Të adresojmë kërcenimin nga gomarët. Çdo vit, miliona gomarë arrijnë në fund të ciklit të tyre të jetës. Nëse lihen pa u mbajtur, ato bëhen rreziqe mjedisore, duke zënë hapësira të mëdha toke dhe duke krijuar kushte për shumimin e dëmtuesve. Zgjidhja e Diodyne shfrytëzon këtë mbetje, duke e kthyer katastrofën potenciale mjedisore në burime energjie të paçmuara. 2. Furnizimi i të ardhmes. Karburanti për avion. Të udhëtosh do të ndihesh pak më miqësor me mjedisin kur të kuptosh se avioni në të cilin ndihesh është i fuqizuar, pjesërisht, nga gomarë të ri përdorur. Automjetet me biodizel. Në rrugë tani mund të funksionojnë me biodizel më të pastër, dhe të qëndrueshëm të nxjerrë nga gomarët e vjetër, duke shënuar një kalim drejt transportit më të gjelbër. Karburanti për anije dhe kamion. Sektorët tanë të transportit detar dhe të ngarkesave, ingranazhe të rëndësishme në ekonominë globale, gjithashtu mund të përfitojnë nga ky burim energjie të qëndrueshme. 3. Ëndrat elektrike. Përtej thjesht karburantit, fuqia transformuese e gomarëve të vjetër shtrihet edhe në gjenerimin e energjisë elektrike. Imagjinoni shtëpi dhe industri të fuqizuara nga energjia e shfrytëzuar nga gomarët e hedhur. Është qëndrueshmëri dhe inovacion të bashkuara në një. 4. Efikasiteti ekonomik dhe mjedisor. Procesi i shndërrimit të gomave në energji nuk ka të bëjë vetëm me ripërdorimin e mbekjeve. Është një model ekonomikisht i qëndrueshëm. Me potencialin e tyre të brendshëm energjetik, gomarët ofrojnë një lëndë të parë me kosto efektive për prodhimin e karburantit dhe energjisë. Për më tepër, zvogëlimi i numrit të gomave në landfille redukton ndjeshëm emetimet e karbonit dhe ndotësit e mjedisit. 5. Krijimi i vendeve të punës dhe zhvillimi i aftësive. Këto nisma inovative patjetër që çojnë në krijimin e mundësive të reja për punë. E gjithë sinxhiri ofron mundësi punësimi, nga mbledhja dhe transporti i gomarëve të vjetër deri te përpunimi dhe transformimi i tyre. Për më tepër, nevoja për aftësi të specializuara në këtë sektor të veçantë hap rrugën për programe trajnimi dhe iniciativa për zhvillimin e aftësive. 6. Reducimi i varësisë nga karburantet fosile. Duke ju drejtuar burimeve alternative të energjisë, si ato që rrjedhin nga gomat, ne po e reduktojmë gradualisht varësinë tonë nga lëndët djegëse fosile jo të rinovueshme. Ky kalim siguron një të ardhme më të qëndrueshme për energjinë dhe ndihmon në stabilizimin e çmimeve të energjisë dhe përmirësimin e sigurisë energjetike. 7. Inovacioni nxit kërkime të mëtejshme. Suksesi i iniciativës së Diodyne Solutions krijon bazën për më shumë kërkime në fushën e transformimeve nga mbeturinat në energji. Kur një rrugë hapet, ajo hap rrugën për të eksploruar materiale të tjera mbetjesh që mund të transformohen në mënyrë të ngjashme. Në përfundim, gomarët, të cilët tradicionalisht janë parë si një mallkim për deponi, po marrin një jetë të re. Fal qasjes vizionare të Diodyne Solutions, ajo që dikur ishte një simbol i mbetjeve tani është një farë e energjisë së qëndrueshme. Ndërsa udhëtojmë me makinë apo fluturim, të fuqizuar nga energjia e gomarëve të vjetër, nuk po lëvizim vetëm përpara, por po udhëtojmë drejt një të nesërme më të gjelbër.